Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 24 korrik 2026. Një ditë që vërtet kërkon vëmendjen e shtuar mbi takimet, mbi bisedimet dhe mbi udhëtimet, sepse ka një ndikim shumë mirë në momentin kur kemi problematika të vogla, kur kemi gjëra që kërkojmë kujdesin ose çështjet e punës, egzaltohemi edhe kjo na prish pak Terezin, sepse kemi të bëjmë sot në këtë ditë pra datës 24, Mërkuri kalon në rrugën e drejtë në gafore në momentin shumë të rëndësishëm për komunikimin, familjen, shtëpinë, dokumentet, marrëdhëniet të afërta, vendime emocionale dhe çështje që kanë mbetur pezo gjatë javëve të mëparshme. Pas një periudhe e rikthimesh, keqkuptimesh, vonesash, kujtimesh, bisedash të vjetra dhe rishikime, duket se mendja fillon të kthelohet për gjërat që neve kemi pasur dhe jo diçka të turbët. Megjithatë, kjo nuk do të thotë se gjithçka zgjidhet brenda një dite apo brenda një ore. Kur Mërkuri sa po kthehet në rrugën e drejtë, është ende ngadalshëm dhe kërkon vëmendje dhe kujdes. Qartësia fillon, por nuk duhet të nxitojmë. Ndikohen shumë shenjat siç janë gaforja, britsjapi, dashi dhe peshorja. Sidomos fundi i dhjetëdiqit të dytë. Fundi i dhjetëdiqit të dytë dhe të dhjetëdiqit të tretë, ata që kanë ascendente në këto shenja dhe partneritete. Për britsapet, marrëdhëniet, partneritetet dhe kontratat, për dashët, shtëpia, familje dhe banesat, për peshorët, karriera, statuti dhe imazhi publik. Por kjo ditë, Mërkuri në gafore formon një gjashtkëndësh me afërditën në virgjëresh, një kënd shumë të mirë për biseda të mira, sqarime, pajtime, marrëveshje, praktike, komunikim në çift, çështje pune, dokumenta dhe jo vetëm. Marrëdhënie në fjalë në çështje kujdesshme në aspekt që ndikon flasim më mirë e jo në çështje të dramës. Dhe kjo do të thotë ndikohen pozitivisht gaforja, virgjëresha, demi, akrepi, britsjapi dhe peshqit, sidomos të dhjetëdiqit të dytë ose ata që kanë planete personale dhe çështje të tjera që kanë të pasdietshme. Dita shumë e mirë për të rifilluar një bisedë që ishte bllokuar më përpara, për të kërkuar sqarime, për të rregulluar një keqkuptim familjar ose çështje sentimentale, për të kontrolluar një kontratë dhe për të folur për çështje praktike në çift, për të bërë plane në lidhje me punën tonë, me rutinën tonë, çështje dokumentash, për të marrë informacione që më parë vonoheshin. Është mirë edhe për pajtime, por vetëm nëse dy palët pranojnë të flasin me qetësi dhe jo të hapin plagë të vjetra. Nuk është ende dita ideale për nënshkrime shumë të mëdha, pa kontrolluar, sepse Mërkuri sapo ka dalë nga retrograda dhe disa ditë më shumë, deri në datën 27 do thoshë on e pakta, në komunikim, planifikime dhe përgatitje se sa ditët e mëparshme. Për blerje, shitje, zhvendosje ose kontrata familjare mund të fillojnë qartësimin për çdo dokument duke lexuar me kujdes. Për dashurinë, dita është një nga më të mirat të fundit të muajit për biseda të sinqerta, jo teatrale, por të dobishme. Këshilla e kësaj dite është: sot dera e komunikimit hapet përsëri, por mos vraponi menjëherë. Flisni qartë, kontrolloni detajet dhe lini qartësinë të forcohet. Ajo është ajo që është kryesorja dhe është momenti dhe ndikimi më i madh që vjen rreth jush, por dhe 1000 arsye që ju e keni në këtë fushë për të parë se ç'do të bëni në anën tuaj në çështjet e biznesit. Kemi edhe një ditë që kjo ditë është jep një rëndësi të veçantë. Çfarë? Jep një rëndësi të veçantë në lidhje me çështjet e ditës, dita e premte është një ditë mjaft e mirë, por qëllon që kemi edhe ndikimin e Mërkurit që del nga retrograda dhe na ndihmon jashtëmase për të zgjedhur çështjet problematike. Para se të fillojmë parashikimin e kësaj dite kaq të rëndësishme, unë rrugëtoj edhe një herë për gjithë juve teleshikues të nderuar, kudo ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe jeni në kërkim një parashikimi të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al faqja ros shkon atje. Atje ndodhet sekretariaja për t'ju ndihmuar për gjithçka juve ju intereson. Duke blerë paketën tuaj dhe numrin përkatës të blerjes, jeni gati për të dërguar mesazhe dhe për të marrë përgjigje direkte në lidhje me çështjet që kanë bënë në lidhje me gjëra të rëndësishme për muajin që do të bëni, edhe për gjëra që do të keni në lidhje me çështjet ekonomike financiare, në lidhje me një vendim që mund të merrni dhe kjo nuk e diskutoj unë. Në çdo drejtim të jetës suaj keni mundësi të gjitha për të zgjidhur çdo lloj problemi që juve keni. Për sa përket ata që kërkojnë për të bërë diçka të mirë, për të arritur diku në jetën e tyre, po pse jo, është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive për të zgjidhur çdo gjë dhe duan një mesazh për dërguar sepse kanë një çështje të rëndësishme, është butoni që shkon atje
dhe në kohën që ne jemi drejt për së me juve, në pyetje përgjigje mund të shikoni dhe të dërgoni mesazh. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e dashit. Për sa përket shenjës së dashit, duket se ka diçka shumë të madhe në anën tuaj. Por veprimet dhe vendimet që juve keni ka të bëjnë mjaft me punën, ka të bëjnë mjaft me biznesin, dhe kjo do të thotë mundësi, kjo do të thotë rëndësi në lidhje me punën, në lidhje me vendimet dhe ndryshimet. Gjithashtu ka të bëjnë me anën dhe ndryshimin e madh ekonomiko-financiar, në lidhje me takimet dhe bisedimet, dhe një diçka shumë e rëndësishme që do të keni tani e tutje, është momenti dhe koha e duhur për sa përket zgjidhjeve dhe mundësive që do të keni. Megjithatë, keni të bëni me disa gjëra që vërtet jeni me fat, vërtet keni mundësinë ku çdo gjë zgjidhet, çdo gjë niset nga aja dhe kjo do thotë diçka shumë e rëndësishme dhe tepër pozitive për juve të kësaj shenje. Megjithatë, duket se keni një moment të art në lidhje me punën, në lidhje me ndryshimin, në lidhje me mundësitë dhe periudhën kur ndodhin fenomenet, sepse jeni një nga periudhat më të mira të mundshme që do të nisni diçka të re në fushën e karrierës suaj. Në fushën e dashurisë, duket se kjo periudhë është një nga periudhat më të arta dhe më të mira për vazhdimsi. Një nga do shikoni pak në lidhje me një takim që do të bëni, sepse dashi ka pasur dhe ka anën e vet me peshorët e ditës së tretë. Vijojmë te shenja e radhës, që do thotë shenja e demit. Për sa përket shenjës së demit, duket se demët tani në këtë periudhë kanë pasur mjaft ndryshime dhe mjaft takime, dhe takimet i kanë bërë në bisedimet e tyre, sepse vërtet juve i keni mundësit, vërtet keni pasur problematika të ndryshme në jetën tuaj në lidhje me pozicionin e planeteve, por gjithashtu është një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv për zgjidhur problematikën e juaj, për zgjidhur çështjet më të mëdha që keni pasur, por gjithsesi koha ka treguar që jeni me shumë fat në këtë aspekt. Në çështje shpirtërore, lidhja që kanë bërë me dem dhe me akrep të ditës së tretë është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e binjakëve. Binjakët duket se tani për tani i keni të gjitha mundësitë, keni kohën tuaj, keni momentin dhe periudhën dhe ndryshimin e madh që do të keni në fushën e biznesit, dhe kjo do të thotë ndryshime, kjo do të thotë kuptime, dhe ndryshimi më i madh është një nga takimet që do të bëni juve, është një takim shumë i rëndësishëm ekonomiko-financiar, ku do ta shikoni dhe vetë do të kujtoni ka diçka shumë të rëndësishme në fushën e karrierës suaj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dem të ditës së parë, me ujor të ditës së tretë, është një nga periudhat më të arta që do të keni, dhe koha që do të keni tani e tutje është një mundësi shumë e mirë mbi zhvillimet, ndryshimet dhe periudha që do të ndikojnë ana ekonomike dhe financat, dhe financat sidomos është një nga periudhat më të arta që do të keni dhe një ndikim shumë të mirë për juve. Në dashuri, nëse keni pas problem me shigjetar, zgjidheni sot. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë gaforja. Për gaforët jeni mjaft të ndikuar dhe keni një mundësi shumë mirë tani në lidhje me punën, në lidhje me karrierën sidomos, sepse keni mundësinë juve, keni gjithë kohën e dur për të marrë vendime të rëndësishme në anën tuaj, në biznesin dhe në karrierë. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me ujorin dhe me akrepin një zënë pak, një zënë dje. Por do të rregulloni pjesën, jo rregulloni sot, sepse është koha mjaft e mirë dhe shumë pozitive për ndryshime. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e luanëve. Për luanin, meqense luani është një ndikim mjaft i mirë tani e tutje, një nga luanët që do të ketë. Luani thotë që më lër pak kohë që unë të mendoj dhe pastaj të gjykoj. Koha dhe mënyra e mundësive që do të keni, për shembull, nga njëra anë mund të ndryshoni shumë gjëra në jetën tuaj, në përditshmërinë tuaj. Në ana tjetër mund të keni edhe një diçka shumë të rëndësishme për sa përket punës suaj dhe për sa përket një momenti mjaft të rëndësishëm financiar dhe biznesi, sepse lidhet shumë me biznesin, por edhe periudha kur ndodhin fenomenet e gjërat e tjera, për sa përket ekonomisë dhe stabilizimit, për sa përket asaj çka jeni, asaj çka juve keni. Dhe pikërisht është momenti tani, pikërisht është kjo periudhë mjaft e mirë dhe mjaft pozitive dhe shumë e rëndësishme për jetën dhe vazhdimsinë. Çështja shpirtërore, lidhja që kanë bëjnë me dashur të ditës së parë, me ujor të ditës së tretë është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e virgjëreshës. Për virgjëreshat, virgjëreshat duket se kanë
kanë diçka, kanë një mesazh shumë të rëndësishëm për punën e tyre, për gjërat që ata do bëjnë dhe do të kenë tani e tutje, por mos u nxitoni dhe mos merrni vendime të gabuara, sepse për momentin ndryshe juve mendoni. Megjithatë, në mendimet që keni, në kohën e duhur, është një nga mundësitë dhe kohën e ardhshme që do të keni tani tutje, do të kujtoni ka diçka shumë të mirë dhe tepër të rëndësishme në vazhdimsi. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dëmt të diçit parë, me ujor të diçit të tretë, është një kohë fantastike. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë është shenja e peshores. Peshorët kur kanë mundësi, ose gjërat që duan të bëjnë, ose në lidhje me takimet e punës, lidhje me vendime që mund të marrin, është koha juaj dhe stabilizimi dhe disa sekrete të vogla që keni. Por këto sekrete janë kalimtare dhe jo diçka që mund keni anën tuaj. Çështje shpirtërore do zgjidhen tani atutje. Keni një zgjidhje vazhdimësisë të punës dhe të karrierës, por një moment mjaft i mirë që është tani në këtë periudhë, e keni momentin dhe kohën e duhur për zgjidhur problemin e punës dhe të stabilizimeve ekonomiko-financiare. Çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me dëmt të diçit parë, me ujor të diçit tretë është perfekta dhe një moment mjaft i mirë që është tani e tutje, është një periudhë shumë pozitive dhe tepër ideale në vazhdimsi. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja akrepit. Akrepët janë shumë lozonjar, dinë mjaft mirë çfarë ndodh, ku ndodhin gjërat, si bëhen punët, por ka diçka, sepse edhe pse tani për tani juve të kësaj shenje i keni pasur çështje problematike në mënyrën më të ndryshme që keni pasur, por vjen një moment që vërtet i keni mundësitë dhe ndryshimet e mëdha që vijnë drejt juve për sa i përket punës aktuale, për sa i përket një vendimi shumë të rëndësishëm që do të merreni, por megjithatë kjo ditë e premte është një ditë që na mëson shumë gjëra mbi vazhdimsinë dhe korrektësinë tuaj. Çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me luan dhe me peshk është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e shigjetarëve. Për shigjetarët duket se tani për tani është një nga mundësitë më të mira dhe tepër pozitive vazhdimësie, korrekte, anë ekonomike dhe stabilizimi i saj. Stabilizimi është një diçka që lidhet me punën, lidhet dhe me disa ndryshime shumë të mëdha që do të keni tani tutje, puna, karriera, ekonomia dhe stabilizimi. Çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dëmt të diçit parë, lidhjet me ujor të diçit tretë, ka diçka shumë të mirë. Një punë e re që vjen në anën tuaj dhe është një mundësi shumë e mirë tani për zgjidhur disa probleme, disa gjëra që nuk kanë akoma janë të zgjidhshme, por koha është më e mirë e mundshme tani, sepse stabilizimet edhe çështjet ekonomike financiare janë në prag dhe mundësitë. Arta që keni tani tutje është mundësi shumë e mirë e tepër pozitive për të parë se çfarë do të bëni në vazhdim. E përgjithshme duket se është mjaft e mbar dhe tepër pozitive në anën tuaj. Çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me luan dhe me peshk është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e bricave. Për sa përket bricave duket se kanë disa mundësi ekonomike financiare, kanë disa mundësi që vërtet në ndryshimin dhe kohën e duhur në lidhje me ekonominë, është një mundësi shumë e mirë, është një mundësi e artë për sa përket anës ekonomike financiare, për sa përket biznesit dhe karrierës, një moment mjaft i mirë në ekonomi, mjaft i mirë në vazhdimsi, sepse është diçka është korrekte nga ana juaj, është korrekte për nga puna dhe për stabilizimi. Çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me binjak të diçit parë, me dashje të diçit tretë është perfekte dhe diçka shumë e madhe duket se po vjen për juve të kësaj shenje dhe jeni në kohën tuaj më të mirë të mundshme, sepse bricapët boll kanë vuajtur gjatë gjithë kësaj periudhe, është momenti më i mirë i mundshëm tani që të filloni diçka të re. Çështje shpirtërore, lidhje që kanë bërë me peshore dhe me binjak është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e ujorëve. Ujori është simboli i gjithçkaje, ujori është mënyra, mundësia me artë që ndonjëherë në ekonomi, dhe diçka që është shumë e rëndësishme kjo ditë e sotme, duke pasur parasysh që kjo ditë është dita më e mirë mund të themi për një mijë arsye ekonomike financiare dhe një mijë arsye për gjëra të rëndësishme që do të keni. Çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me peshore dhe me dëm është perfekta, por dhe diçka është shumë e rëndësishme në vazhdimsi. Lidhje me dashuri e munguar, një problem që keni pasur në dashuri, miqtemi të shenjës së ujorit, e keni me peshoret dhe diçit e tre. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshqeve. Me peshqit juve i keni të gjitha mundësitë, i keni gjithë kohën në dispozicion, sepse është kjo periudhë, është një nga periudhat më të mira dhe më pozitive të që ndonjëherë mbi stabilizimin dhe gjërat konkrete që juve keni,
dhe mundësitë që juve ju jepen tani tutje nuk e diskutojnë, nuk e vënë dyshim për një mirë arsye ekonomike financiare e biznesin në fakt në anën tjetër e keni juve dhe dini shumë mirë çfarë do të bëni në këtë drejtim. Një mundësi, një kohë, një ndryshim, një marrje vendimi të rëndësishëm tani për tani është një moment shumë i artë ekonomiko-financiar dhe do të keni ndryshimin, do të keni marrjen e vendimit të rëndësishëm në punën tuaj dhe në karrierën tuaj. Nuk ka vend për të shqetësuar këtu për të gëzuar sepse gjithmonë peshqit kanë një dritare të hapur që din shumë mirë të komunikojnë dhe me njerëz nga më të vështirët. Kush janë njerëz që mund të zgjidhin një problem mes dy personave, shenja që kanë bënë që mund të pajtojnë dy njerëz që janë armiq të njëri tjetrit, nuk diskutohet, janë peshqit, sepse kanë intuitën, sepse kanë e thonë në moment, peshqit dhe binjakët, çfarë bëjnë e bëjnë në moment. Në momentin e duhur ata e zgjidhin problemin. Prandaj lum ata që kanë peshq në zgjidhje të problematikave dhe mirë ata që nuk din vlerën e peshqeve për shumë gjëra që ata bëjnë për njëri tjetrin. Në lidhje me dashurinë duket se me Virgjëresh është diçka shumë pozitive. Madje është momenti më i mirë i mundshëm. Këto ishin pak a shumë për sa i përket pikërisht kësaj dite, kaq të rëndësishme, kësaj dite të premte, të datës 24 korrik të 2026. Nëse dëshironi parashkrimet të detajuara, kemi pikërisht faqen roz, shkoni atje. Atje mund të zgjidhni çdo gjë që dëshironi dhe më pas shkoni tek sekretaria dhe atje mund dërgoni një email dhe flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Nga një rrugë, më të mirë njëroj. Jetë mira.